Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë mënyrën se si bëj ruajtjen e kungujve të njohur që gjatë gjithë dimrit të shfrytëzoj si të freskët. Besoj se kam ju pëlqyer mënyra kur ta shihni videon në vazhdim. Ndodhem në kopshtin tek shtëpia në fshat të prindërit të mi dhe bëj në fillim mbledhjen e kungujve. Kungujt e njohur, kungujt e freskët, shumë të mirë janë. Filloj me punën, marrim kungujt në fillim i kam larë me ujë dhe ja largoj bishtin, ja këtë pjesën dhe pjesën e poshtme. Marr një thikë të tillë si kjo dhe ja largoj lëvorën, kështu me këtë thikën shumë lehtë largohet lëvorja. Kështu në mënyrë të njëjtë gjithë kungujve ju largoj lëvorën. Pasi u kam largu lëvorën, tash kungujt do i ndaj në dy pjesë të barabartë. Kështu. Mund të mirëni aq sa ju nevojiten kunguj që t'i runi për dimër. Ja kështu në dy pjesë. Dhe ja largojmë farat, si pjesë e panevojshme. Ndë një lugë, kështu shumë lehtë i largohen. Pasi u kam largu farat, atëherë do marr dhe do bëj kështu coptimin në copsa mesatare. Në mënyrë të njëjtë do bëj gjithë kunguj, kështu. Dhe marr një rende dhe filloj që të bëj gryrjen. Shumë lehtë shkon mënyra e gryrjes. Pasi kungujt i kam bërë në rende, atëherë marr dhe i vendosi në kese najloni. Kështu mbushi sa për një pite, që t'i kem të gatshme gjatë gjithë dimrit t'i shfrytëzoj. Kështu në mënyrë të njëjtë bëj mbushjen e gjithë gjesëve. Besoj se është mjaftueshëm, pasi unë pitet zakonisht i përgatis në tepsin me numër 40 dhe nuk më nevojitet. E tash bëj mbylljen e kesës, në këtë mënyrë. Tëm ajri pak t'i dale jashtë dhe i rrafshoj kështu. Vazhdojmë tutje me mbushjen e gjithë kesëve. I kam kalu gjithë kungujt e njohur në kese najloni dhe tash i vendosi në ngrirje dhe i përdori gjatë gjithë dimrit sa herë që të kam nevojë. Besoj si u ka pëlqyer mu tra dashura mënyra se si ruaj unë për dimër kungujt e njohur. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë, ju bëfshin mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.